se vini në kanalin e një goce me flok që nuk janë shumë në të rezi në këtë moment. Kështu që në që të bëjmë? I pjestrojmë, është shumë herët në mëngjes. Okej, shumë herët, por e kuptoni, unë jam zërë në orën 8:01 që arrita në këta pikë. Burim nuk është fare në shtëpi. Sot kishim apuntament për të larë Lushka që në kanton, por gjithmonë e lem nga ora 10-11, diçka e këtillë. Dje na shkruajti mesazhe e çuni na tha mundeni të ma sillni Milon në 8 të jetë këtu sepse pastaj kam punë. Kështu që Klajdi zyrë herët që ta çoj. Edhe jam atje. Mua më la të fle pak më shumë gjumë, duke qenë që nuk ishte kuptim të shkojmë të dy. Edhe thash, rregulloj pak flokët mos më shikoni si të çmendur, edhe të fillojmë të shtunën tonë. Këtë javë ishte edhe java e parë që nuk e kisha burin në shtëpi. Shumë jam mërzitur të them të drejtën këtë javë, sepse tani mësova ta kem në shtëpi. Edhe më duk shumë keq kjo java e parë që nuk e kisha. Më ra mjaft të rënd në psikologji. Por dori mësohemi, ç'të bësh. Plus që mua kur më ikën Klajdi, më blin edhe të gjithë të tjerat. Nuk e se ndodhi diçka e rëndësishme, por zgjojmë ditën tjetër mbasi ku Klajdi në mëngjes. Edhe nuk kam ujë të ngrohtë në shtëpi. Zero. Kaldaja, që është ajo që ngroh ujin, thirrti ca sinjale, bënte ca zhurma strani. Është diçka nuk po shkon mirë. E unë nuk është jam një njeri i cili nifet për qetësinë me të cilën merr gjërat. Not atol. Klajdi nuk po më përgjigjesh në telefon sepse ishte me klient, kështu që unë bëj video kaldan, edhe shkruaj direkt gestin, shqyr zotit kemi gestin hidraulik. Të dini shumë vështirë të gjesh një hidraulik kur të duhet në atë moment, sepse ti të duhet presësh deri në fund të ditës pa ujë të ngrohtë, që nuk ndodh gjë pa ujë të ngrohtë të presësh deri në fund të ditës. Problemi është mos kesh ujë fare. Shkruaj gestit, më merr gestin, më thotë garda, nuk është ndonjë gjë e rëndë, duhet të bësh këtë. Mund ta bëj unë. Mentalisht mund ta bëj, apo fizikisht nuk arija, nuk isha fuqi ta hap një vit që duhesh e hap. Gjithsesi, shqyr zotit kemi këtu afër një kushëri në Klajdi, të mora në telefon, erdhi ai dhe ma bari, e pastaj kisha ujë gjithë ditën, super. Por them, si ka mundësi ditën që Klajdi është në shtëpi, nuk u ndodhen këto problemet ditën që ai ikën për punë, edhe do kthehet mbas 3 ditëve, direkt më vinë mua këto problemet kur jam në shtëpi. E se nuk ishte ndonjë drama super e madhe, e përballuam edhe këtë, edhe urojmë shpresoj mos na dalën të tjera. Por doni të dini çfarë është sad, çfarë është realisht një gjë super sad. E gjithë java tjetër që po vjen është sad. Nuk di çfarë të vesh me këtë kohën që ka jashtë. Dua të vishem cute sepse jam akoma në mood Greqie që rregullohesha, vishesha, duke qenë që jashtë ishin 20 gradë dhe të dilje me këtë ishte okay tani për shembull. Jo që kjo është cute tani si outfit, po them një shemb. Tu don të vishesh cute, po nuk mundi sepse këtu thash ftohtit po veshë cute. Hapa pak edhe dritaren, edhe jashtë është një rregull i gjallë, nuk shef as shtëpinë që ke përballë, hallatit tënd. Kaq bukur është situata tani këtu. Nuk e di po më pëlqen me këto pantallona. Pasë duhet të vesh gjingse. E pat sa shpejt e kollaj ikën mundi Greqisë. It is what it is. Sot desha të shkojmë në një qendër tregtare me Borin, sepse Eleana më troshkajme do më vetë rat një coffee machine, një Nespresso. Eleana para një viti deshte të blinte për veten e vet një Nespresso sepse kishte provuar të shpia një shoqës të vet kafe Nespresso i pëlqevi shumë. Edhe ja mbushëm mendjen me mamin e babin mos e bler sepse nuk do e përdor. Akoma edhe ajo e din që e ta blej, nuk do e bëj kafen aq shpesh në shtëpi, do e porosis më shumë nga jashtë, do e pi më shumë nga jashtë. Unë ndërkohë që jam në shtëpi e këtu nuk mundesh të porosisësh, ne. Po nuk kam shoqëri, unë nuk dal për kafe, e pi shpesh në shtëpi kafe. Edhe desha ta marr një Nespresso machine. Ajo që kam për kafen shumë e mirë është. Por Elana më thotë që nuk është fare mirë ajo kafja që më bën ajo. Maybe. Nuk e se unë kam patur një Nespresso machine që të bëj atë të ndryshimit. Kështu që do desha sot të shkojmë në një qendër tregtare që e di që ka Nespresso, të shoh pak situatën si është. Po ja vlen më shumë të ble nga afër, nga ana ekonomike, apo po ja vlen më shumë të ble online. Kam parë çmimet online, dua të shkoj të shoh edhe nga dyqani. Edhe po këtë dua kryesisht të bëjmë. Kam disa pako të përgatis, kam një shtëpi super mega rumuj të cilën duhet ta mbledh të zben. Këtë javë, përkundrazi me çdo herë tjetër, nuk ja dedikova shtëpisë, ja dedikova vetes time. Nuk e di çfarë po ndodh. Jo që nuk pastrova shtëpinë, por do mund të kisha bërë më shumë se ai sa bëra. Këtë do të them. Gjithsesi mirë bëra, bravo më qoft. Shpresoj mos vënoj shumë buri sepse po fillon po ma bën ding këtu mbrapa si ja bën babi tim për të pirë kafe. Shumë keq dingu këtu. Hapa edhe ata të postës dje që na lejnë letrat. Kisha pa e hapur që para se t'ikën në Greqi, edhe na kishte erdhur një letër nga agjencia dell'entrate. Jam me rrezik këta. Më thotë Klajdi bodo e Angela do kesh ngrënë në një job, tha, çfarë është kjo? Por jo, më kishin dërguar tesera sanitaria, sepse me sa duket më kishte skaduar ajo që kisha. Në Itali ke këtë që quhet tesera sanitaria. Dhe me këtë prezantohesh te spitali, te farmacia, te njërin e te tjetrën. Do të shoh kur më ka skaduar kjo, 25-ën i 6-ti, nuk më kishte skaduar atëherë, po kjo kur fillon? 4 fillon, muajin tjetër, kështu që duhet i mbaj të dyja unë tani këto. Okej, të dyja do i mbaj. Por bravo që ma dërguan në shtëpi. Shumë faleminderit.
Faktikisht, duhet të mbyll edhe këtë kutim që ta dërgojmë. Është një shitje vintet. Kam edhe 2 të tjera që duhet paketoj. Çfarë ere mirë është kjo menushe? Madonna sa ere mirë mban. Bello, mio ceni, bello. O kësë në shkuna të qyqyr. Do një snaketo që i se cuni mirë, që bere dusin. Zamka, l'altra, bravo bello, bravo. Thash të vesh palto, sepse edhe më shkonte me outfitin. Por po bje shishi jashtë, nuk po bën shaka, kështu që nuk dua të më prishet. Të vesh xhup. Të përfundoj përsëri po me atë xhupin. It is what it is. Të mbulovi ty babi, si princesh? Je një principjeshke mbuluar e bukur. Je mërzitur që u lave. Po duhet edhe të lajs me mami të njerë. So sad, so sad, this is so sad, my bori. E kam pritur gjithë javën weekendin që të dal xhiro, të dal pak nga shtëpia të kënaqem. Jo e vlla, jo. Erdha pak në të përdorurat, nuk mora umbrellën edhe u bëra çull, edhe dua shumë që të gjej një kornizë për aty te hyra që po ju them edhe ka korniza shumë të bukura, por nuk ka një mjaft të madhe, se dua edhe të madhe. Kjo për shembull është me Van Gogh, por është e pisët atje. Kjo për shembull më pëlqen shumë, por do duhet ishin 2 të këtilla që të shkonin. Kjo jo edhe aq, por do mund të funksiononte mbas. Jo. Kjo është pak më e madhe. Gjeta këtë që më pëlqen tepër, është për çaj, edhe ka edhe gotkat e veta, i adhuroj. Edhe shumë çaj në shtëpi nuk pi. Edhe nuk do bëj kur te, do vi njerëzit edhe ta vek kështu estetik njërin tjetrën. Domethënë është pak lekjan. Puna është që nuk kam vend në për dollape. Por, po ta marr disa nga këto thjesht për kafe, është shumë cringe. Pse mos vesh edhe cappuccino këtu brenda për shembull? Edhe këto pjatat më pëlqejnë shumë, po janë vetëm 4. I mora pjatkat because I loved them. Mora edhe çagota për raki. Gjithmonë desha gota për raki. Ka pirë donjëherë tek pull njeriu raki në shtëpinë time donjëherë? Jo. Kam raki në shtëpinë time? Jo. Por, po do rastiz një herë në kaq, të kem një gotë vlla, pse jo? Gjeta për herë të parë gota raki të bukura, se gjithmonë kam parë, kam kërkuar, por nuk isha gjetur diçka që të më pëlqej, ti përshtatet estetikës time si njeriu. Sot diçka gjeta, edhe nuk e veç për raki, janë raki likera, ato, kështu që super, ë? Dini përse jam mërzitur, sepse kanë hequr nga të përdorurat palto te këto gjërat e rënda, duke qenë që erdhi pranvera. Edhe una shkoj në të përdorurat kryesisht për palto, gjërat e rënda, puc edhe pjata. Sa po dola edhe nga Nespresso, hodha një sy, çmimet ishin pak a shumë të njëjtat, kështu që do i bëj porosi online. Kam një uri të tmerrshme, edhe sot desha të provoj të bëj qofte. Dua t'i perfeksionoj, dua t'ja marr dorën, t'i bëj si ketula ime, por jo për drejt, sepse duan kohën e tyre edhe nuk kemi kohë tani. Marrësh mishin, ta rrotullosh këtu te gjoksi. Ajo është e kërnackës, jo e qoftës. Kështu që për dark do jem në super të marrim të gjitha ingredientet që na duhen dhe bëjmë qoftka. Koto. Sirtarin e gotave duhet ta vash, ta hap edhe ta kontrolloj pak. Në sirtarin, dollapin. Mora këto që thonim. Unë mendoj që pihet rakia këtu. Din çfarë nuk më intereson, edhe mos pihet una, po dikush do raki kështu do ja. Bleva 6 copë të këtilla, edhe shumë janë biles. Una 3 vajta të marr në fillim, në fakt lajdi 50 cent janë. Tha merri gjase mbase të thyje ndonjëherë. Hallesh s'kam ku ti ve, prandaj duhet pastroj dollapin. Të shoh do një gotë që nuk e përdor fare, njërin tjetrën edhe ta nxjerr. Edhe pjatat, e dinin çfarë nuk mund t'i lija, janë fix stili i pjatave që dua. Faktikisht do desha të gjej këto pjatat, po në kombinim që të jenë të gjitha, se kjo supozoj është vetëm për embëlsirë. Mund të fuse fruta këtu, nuk e di, do jenë cute edhe për content, besoj. Faktikisht kishte 4, po mora vetëm 3, duke qenë që njëra i kishte ikur rreth rrotull kjo goldi që ka, edhe si kishte kuptim ta mirja. L'innovazione. Pastrova pak, edhe desha të pastroj pak edhe furën. Edhe pash që ka një simbol aty sipër me 2 pika ujë. Edhe është për të pastruar furën. Unë këtë furë e kam këtu edhe 3 vjet e nuk e dija që bën autolavazh fura ime. Edhe jam e shokuar në këtë moment, por tani duhet ikëm pak në supermarket, prandaj sapo të kthemi dua ta provoj. Ose një herë do bëj darkën e pastaj do bëj furën. Do shohim si do shkoj. Thjesht jam shumë e shokuar në këtë moment. Po dole nga shtëpia, e dini si është. Ikën ora, vajtur 8. Unë po vdes për bukë në këtë moment. Me furën që entuziazmova do merremi nesër.
Si tani duhet të gatuajmë. Mora baziliko të freskët. E freskët. Ajo është gjysmë e vdekur atje po nejse. Buk. 2 lloj biskotash. Kjo e Klajdit, kjo imja. Do njeri ka preferencat e veta në këtë shtëpi. Morëm banane. Mora prezzemolo të freskët. Majdanos më duket quhet në shqip, domate, bukë e grirë, zucchine, prosciutto crudo për burin. Mora ca mortadela për vete, po harova të marr pjadina ndonjëherë kur përtoj ose kur arrivo në shtëpi. Pa pjadina për shpejt e shpejt. Të hap verën apo jo? Po, kosat, mish i grirë. Mora këtë fetën e re që gjeta plant-based thoshte. Shofëm për shë mirë. Është aty edhe ushqimi Milos. Morëm kefir me vanilja, shumë të mira këto. Prisni t'ja u tregoj sepse po e pat, provojnë shumë e mirë kjo kefir me vanilja. Kam marrë burrë edhe të dhëmbëve, se në shtëpi përdor elektriken, po kur ikën në punë nuk e merr me vete ata, kështu që merr këto. Edhe këto ishin pak a shumë. Tani do ju tregoj bluzën e radhës që ka për me më gushtu Angela, si i duket. Po. Mirë më e. Oje, më takëzosh. Kam këto bowls që thoni, që fus brenda domate. Taktikisht domatet i fus te një qeshme e madhe. I laj, kur i ble, pastaj i fus këtu sa herë që dua të pres mos rri edhe të laj. Tu fut normalisht Klajdi prosciutin e vet, që mos i tha. I dhe shofun këtë. Ishte ber e shikoni këtu që është çar. E them Klajdit, "Ore ti e ke çar atë?" "Jori ishte e çar." "Si ishte e çar?" Më tha tani e peti. Thash, "Okej, po kush e ka çar?" Kishte kohë që ishte çar." I thash, "Po, okej, kishte kohë që ishte çar." "Por ti e ke çar?" Se i thash, "Unë se kam çar." E që ishte bente, "Po unë kam çar." Ja, më djeve mirë tani që më dhe fajnë për Po, më ndjeva super mirë. Se bara thoje çave ti, do thoje jo, nuk e pranon kur. Po nuk e kam çar. Si çdo femër nuk pranon kur ban nga. Po nuk e kam çar unë. Është e vërtetë që unë nuk e kam çar. Ke prova? Jo, Po, blenderin. Ai që ban gër. Ajo që bën gër. Tani receta që un kam parë thot alesh edhe e kiman. Domethënë mishin e grirë kur ta përgatisësh edhe gjysmore në frigo, që nuk e di po të bëj këtë sistem, se realisht po më hajt edhe duan sigurt 40 minuta një orë të bëj. E do hajmë në orën 11 me shumë mundësi. I lash thuajse 20 minuta në frigo, nuk duroj dot me ta le, mirë janë edhe kaq. E fillojmë tani ti bëjmë topka. Atje thot të lyjm pak duart me vaj, edhe ti bëjmë sa një ar. E shumë të vogla sa një ar, pero. Edhe që thoni po shikoja pak në TikTok, më doli një video të një goce që thoshte që 50% të njerëzve që zhvillojnë smundje si ishte fjala Imuni. Autoimuni, do me thënë që a krijon ti vetë trupit ten, që trupi jot shkon edhe i bën luftë organeve ose nuk e di dhe mund ta sqaroj në mënyrë. Okej, Google spejnji ti. Në mënyrë të duhur, shkon e bën atak imuniteti jot në organe që janë të shëndetshme, sepse i duket sikur janë organe të huaja. E 80% njerëzve që zhvillojnë këtë lloj gjëje janë femra, edhe karakteristikat që kanë të ngjashme janë gjëra si responsabiliteti i madh që ndjejnë, si për shembull që vejnë para njerëzit e tjerë se sa veten e tyre, që nuk shprejnë ndjenjat edhe emocionet e tyre. Edhe shumë e trisht më duk kjo gjë, sepse thoshte ajo goça as sikur trupi jot shpreh të gjitha ato që nuk mund të shprej mendja jote. Kështu që ti jeni njerë mirë me veten tuaj për çdo gjë që do bëni në jetën tuaj, e mos e vrisni fare mendjen për çfarë mendojnë të tjerët, mos jetoni për të tjerët, mos punoni për të tjerët, mos bëni gjëra që t'i pëlqeni të tjerëve. Çdo gjë që bëni ta bëni për veten, edhe po nuk i pëlqeve të tjerëve, është problemi i tyre, nuk është i juaj. Kaq. Desha ta ndaj me ju këtë gjë. Si që më dërgon. Kur isha i vogël, sa flok isha. Dukesha si Tarzan. Eva be, exagjerove, Tarzani bjond tani. Tu isha në Formula 1. Google, meti timer 20 minuti. Po na qëron burje ca patate të bëjmë në air fryer shpejt, sepse po t'i bëja qofte me patate në furr, deshin më shumë orë akoma, sepse patatja do shumë orë në furr. Prandaj thashë di çfarë po bëj, unë air fryeri, sepse dalën super bombastike. Edhe po bëj qoftë aty që duan 20 minuta, shpresoj të më dalen të mirë. Shpresoj shumë se kam super uri. Lushe, e di që mund t'i hash ti këto qoftet se janë të bëra me mishi viçit. Mile është lopa e vogël. Po. Sa i butko që je, o zot, sa i butko që je shot. Fare do ta haj. Kështu në sy duken të mira. Ti shohëm njërë në shije. Kështu u pre direkt. E provove. Edhe pak krip fare. Desh akoma krip. Sekondo me, shkrit ngoj. Kanë dalë shumë të mira, mos ja fut kot. Për mua duan pak krip. Unë nuk desha më shumë krip se kaq. I bëra të mira, nuk e besoj dot. Shkrije në gojë, janë butka fare, janë xhusi, kanë brenda gune duhur, nuk janë tharë fare, zero nuk janë tharë. Bravo Lemani. Po shinduar. Do bëjmë shpesh tani qoftka, sepse unë që nuk e para ha mishin përveç sa të pulës ndonjëherë. Qoftet mund t'i ha, kështu që të marr edhe proteinat që ka viçi, ka proteina viçi.
Mirëmëngjes, kemi bërë 50 minuta rrugë që të arrim në Action. Edhe si e shikoni, kemi diell. Unë ja u tregova dje kohën. Ja u tregova po si ja u tregova. Sipas meje, to previzionit e meteorologëve janë falso. Janë një sinomozi që të natallën. Nuk ka mundësi dje të thoshte që do bjerë shi 90% edhe sot të ketë diell që kur jemi zgjuar. Por neve nuk e u pri shumë puna, shkojmë të shohim çfarë të gjejmë te Action. E dini çfarë tani që po paguanim te kasa? Brapa meje një gocë kishte marrë një shishe prej qelçi që mban ujin, edhe kishte brenda një zemrushkë roz në fund, edhe kishte kapakun prej druri. E nuk e pasha, nuk e mora. Shumë u mërzita tani se nuk do e bëja prapë. Pres në radhë njërin e tjetrën, të dielave këtu bëhet dinamika super njerëz. Plus takova edhe një ndjekse dhe shumë gëzova. Të përshëndes. Ka e Happy Casa, po të shkoj tani te Happy Casa. Nëse Happy Casa kemi më afër shtëpisë tonë. Dua të marr një dy gjëra për shtëpinë, por shofëm një javë tjetër. Ikim në spa e burr. E dini çfarë tjetër bëra këtë javë? Kontrollova të gjitha erëzat e mia. Ju gocat që më ndiqeni në Instagram e keni parë. Por për ju të tjerët që nuk keni ose nuk më ndiqeni, shumë gabim. Gjithsesi, erëzat kanë datë skadimi sipër. Gjë që nuk kisha vënë re kur, ose nuk më kishte vajtur në mendje kur ta kontrolloj. Edhe filloi të kontrolloj unë erëzat e mia, edhe shumica atyre kishin skaduar. 40% ishin të skaduara. Gjeta erëzat të skaduara që në 2021-shin, të cilat i përdornim akoma, nuk e se. Gjithsesi ju më shkruajtët mesazh që ato janë të thata edhe që nuk të bëjnë keq apo vazhdova të konsumoj. Data e skadimit është më shumë që deri në atë datë ka më shumë shije, po jo që pastaj të bëjnë keq. Edhe mundem të gjë ta verifikoj duke qenë që i kemi ngrënë. Çfarë kemi neve? Shumë mirë, nuk kemi. Thjesht hidhini një sy po deshet. Edhe shumica nga ju më thotë që paprika ze krimba. E kontrollova, nuk më kishte zënë krimba, po më është futur frika tani. Edhe para se të vi data e skadimit, më keni thënë që ze krimba edhe ta kontrolloj gjatë gjithë kohës. Ju. Kur do kem një shtëpi si kjo, kshu e dua. Ja, kshu. Nuk dua të jetë kush e di çfarë. Kaq. Kur të punosh, mund ta blesh. Unë po punoj. Ata janë hol, Action hol. Shoh shumë gjëra që dua të blej nga dyqanit. Okej, e them kur të shkoj të marr këtë, pastaj kur shkoj atje nuk mbaj mend asgjë. Unë vajta më shumë që të gjej qeska që të fus pakot e mia të vintet, por nuk i gjeta, nuk ishte. Pyeta edhe një punëtore atje, më tha kemi vetëm kuti që mund të përdorësh kur ndron shtëpi edhe thoni ta mbushësh aty. Kështu që asgjë, mora 2 pjatka, që janë shumë cute besoj. Këto këtu shumë të bukura janë kështu. E mora vetëm 2 për mua për Klajdin, ta hajmë në përditshmërinë tonë këtu, sepse ato që kemi me pullat jeshile nuk futen në lavastoviglie. To futeshin e thash ok, le të marr për ditëshmëri. Facoleta, qeska të vogla për banjën, to pink stuff më pëlqejnë shumë. Edhe mora të provoj këtë që është për banjon. Nuk e di si është, po është mirë, por ajo spray që ka marr, që është për shumë përdorime, më pëlqeu shumë. Mora mëngjitsa, vuajnë gjithmonë në shtëpi. Edhe tani nuk mundesh të shkosh mos marrësh një qeri. Nuk e hapa ta mbaj herë. Shumë e mirë. Edhe është edhe me këtë të drurit këtu. Ta mbaj këtu, që kur editoj, ta ndes. E mbaj herë të mirë studio. Ai pat, nuk harxova lek kot. Ai morëm edhe një top pelushe, sepse është good boy edhe pse mos ketë edhe ai diçka të re të luajtë të saj. Erdhi ora, të bëjmë këtë gjën. Kur ndërkohë po përgatit makarona. Po hedh ujë tani, thoshte ujë të pishëm. Kështu që po hedh nga kjo, te një si tip vrime që ka këtu. Ja, këtu brenda e vura ujin tani. Edhe thjesht e mbyll, edhe shikoni. Ka këtë simbolin me 2 pika ujë. E thoshte ta aktivoj në 90 gradë. Diku këtu janë 90 gradë. Edhe tani, supozojt që këtu do dalë avull edhe ky avulli do pastroj më mirë furrën. 35 minuta thot. Shikoni tani, mbas 2 orëve, surati i këtij. Si e ka përfunduar lojën e re. Ky ishte top, nuk ishte në këtë lloj forme, nuk supozoheshe të bëheshe, por e shikoni ka kafshuar atje. Lushe, kupton që këto investimet që bëjnë prindrit për ty nuk mundesh ti hash të gjitha. Nuk e vlerëson pak dersën e mamit e të babit, zero. As nuk më shef, as nuk don t'ja dish fare. Duhet të blej një të tillë, kohë, për robat, sepse kjo më është çar. Edhe sot që po i thosha ty hyte Happy Casa, jo po hyj një herë ti, jo po. Ti kisha hyrë e ta kisha bler. Por sa herë që shkoj, harroj çfarë dua të marr. Tani që ktheva në shtëpi e po i dërgoj mesazh Albionës për autolavazhin e sobës. Më tha edhe një ka po nuk funksionon kaq mirë. Vërtet tash nuk funksionon kush e di çfarë. Mi ku entuziazmi që kisha, por Albiona më kishte dërguar një 2 produkte që kishte marrë në Action dhe funksionon super për furrën që të pastrohet. Ja kishin pastruar yll. Edhe kisha thënë kur të shkoj në Action të blej këto. Imagjinoni çfarë më bleva sot në Action? Ato, gjithsesi duhet të vë lavatriç. Sepse nesër jam palestër edhe unë kam një tek pull peshqiri për nesër.
Sot nuk do bëjmë kush e di çfarë sepse te Klajdi ka bërë shumë kilometra këtë javë. Shëllodhur, po më thoshte çfarë që ka nevojë të shlodhet. Kështu që nuk do bëjmë kush e di çfarë, mund të merrem pak edhe me lulet, një dy që kanë vdekur këtu. O zot, i shoh ata komshinët e mi që kanë ato qenkat. Merren çdo ditë me kopshtin e tyre, vejnë lulka, vejnë perime, vejnë fruta. Ke qefër ti shofësh. Besoj që nuk do bëjmë kur ai njeri. Edhe në pleqëris do bëjmë kur. Ne lulet nuk dim t'i mbajmë, kemi ndim për lulet, edhe këtu shqiponja që po binte, vurëm një shkop kështu që të filloj të hyp sipër të shkopi, po mashallah se do marr mësysh. Këtu kemi kutiru mure që ka sill Klajdi duhen hedhur në plera, edhe këtu kemi mbjell një limon. Po pres baste, sa mendoni që do durojnë këto lulkat, limoni domethënë. Ndërkohë po bëja foto për Vinted, kaqor që bëheshin gjërat jashtë në balkonin tim, oborin tim desha të them. Dush time it is. Edhe desha t'ju flas pak për maskën e flokëve që kisha marrë nga Stylevana, ai sajti korean që kanë filluar të ble produkte koreane. Kjo këtu është mega virale, është një si tip i vogël i Shiseidos, prodhojt nga Shiseido. Edhe e dim të gjithë sa i shtrenjtë është Shiseido si markë. Tani kam filluar ta përdor, më thënë sot është hera e dytë. Me herën e parë pash ndryshim super të madh në flokët e mia. I kisha flokët super të buta mbas përdorimit gjatë gjithë ditëve që ishin të palara flokët, kanë edhe më mirë flokët e mia me përdorimin e kësaj maskës. Më e mira që kam përdorur në jetën time deri më sot. Edhe nuk ishte super e shtrenjtë. Që them të drejtën fiks sa kushtonte nuk e mbaj mend. Me shtrenjtë si maskat e supermarketit Garnier këto ishte, por nuk ishte ndonjë çmim 20 euro për shembull. Jo. Biles te Stylevana ka refill. Domethënë që mos e blesh edhe një herë këtë, ble veç refill, që refill të shkon akoma më lirë. Supermarketing. Po mund të porosisni nga Stylevana, përdoreni. Po doni një maskë shumë të mirë për flokët tuaja. Edhe sepse porositi Eliana supozoj do ja u thotë edhe ajo te vide vet, nga Stylevana në Greqi mund të porosisni nga Greqia, nga ky sajti edhe nuk kalon te dogan, nuk pagove asgjë. Un kam xhaber një porosit tjetër te ky sajti që po pres të më vi. Ju thash vonojnë porosit se vin direkt nga Korea. Vonojnë 2 javë, por ja vlen sepse i gjeni në super çmime. Biles unë te kjo porosia që bëra. Prita të dalën ca kode, gjithmonë nxjerrën kode çdo javë, çdo muaj kode të ndryshme në Instagramin e tyre po i bëre follow. Prita të dalë një kod, mora 18% ulje plus 3 produkte falas. Ndërkohë për këtë kremin që po e shikoni kam përdorur është gati përfundimi. Nuk më pëlqepi, të them të drejtën, nuk vdi. Nuk ka se më krijovi ndonjë problematik në lëkurë, por nuk ta hidraton lëkurën. Është kjo nga Dr. Altea, po është 147, më i famshme është 340 e caja, më duket mos gabofsha tani. Mbasi është e duhur për një lëkurë tjetër edhe jo timen. Nuk besoj që është një produkt i keq, thjesht nuk është një produkt i duhur për ezigjencat që kam unë si njeri te skincare. Kështu që këtë nuk do e riblem. Mund të provoj ata 300 e çan, po ta gjej se nuk e kisha gjetur më duket, apo ishte me shtrenjtë se kjo e prandaj se mora, nuk jam e sigurt tani. Mirë mëngjes, është e qartë që koha po tallet me mua. Jam zgjuar, jam ndeshur, gati për palestër. Pivëm kafe edhe me burin. Kam vënë një lavastovigje të lajnë të gjitha enat tona. Kishim vënë që dje edhe këtë lavatricen, kisha vënë të thajnë, kështu që tani t'i palos njërë edhe këto bukur. Burim ka filluar tani të zjojt të herët në mëngjes në orën 6 të stërvite para se të shkojnë në punë. Nuk e di po e bën këtë gjë. Thjesht tani që akoma nuk i ka hyrë programi të punës thellë, kështu që ka nerva të merret, pastaj kur të hyr programi të punës nuk jam e sigurt po do ketë. Edhe sot do zgjoheshe në 6. Nuk u zgjoj, thash, buri thash, u lodhe, E më tha, po jo, tani në pranverë e kam vështirë sepse në pranverë doja të flej. Thash burr në pranverë kafshat zjojnë nga gjumi i dimrit. Lulet çeli. Ka diell që në orën 6 të mëngjesit, kështu që të hapet syri. Thash në dimër njerëzit duan të flejnë gjumë, në pranverë të zjojnë. Ti më thuaj që tani në pranverë don të flesh gjumë. Ecni masjaroni këtë logjikën e burrit tim. Jo, s'jam vetëm unë. Po sipas meje, veç ti je herë e parë që e dëgjoj që në pranverë don të flesh gjumë. Këto janë muhabetet që bëjmë në orën 8 të mëngjesit. Sot ka dalë te Lidli Dubai Chocolate. Do të shkoj ta marr, ta provoj. Nuk besoj që kam provuar ndonjëherë Dubai Chocolate, do me thënë. Një herë provova në Shqipëri që ma solli Leana nga Athina. Pa jo ishte shkrirë fare, kështu që hangra një copë që nuk më pëlqente proprio çokolata fare, se ishte shkrirë edhe e ringrirë. Kështu që nuk kam provuar ndonjëherë Dubai Chocolate. Tamam. Supozohet që sot dilte në Lidl. Unë po shoh në TikTok që dje kam bler njerëzit. Kështu që nuk e di as kur të shkoj po do gjej apo s'do gjej. Edhe në përgjithësi, kur nuk ke me çfarë të merresh në jetën tënde, e din me çfarë merresh. Me Dubai Chocolate që nxjerr Lidli. Sad. Super sad.
Bush edhe ujnë që do marrë me vete, mos harroni të hidratojeni në përgjithësi këto shishkat që shihni sa pini në ditë, ju ndihmojnë shumë. Unë sugjeroj. Plus po mendoj të marrë edhe ndonjë pre-workout. Tani pre-workout janë ai pluri që e vën brenda në ujë, edhe ka brenda ku e diun vitamina, shije, gjëra të këtilla. Ta vetë uji im kur ik në palestër. Edhe pse herën e fundit që provova të ve sa vitamina janë ato, polaze, tu është plot me tharime. Po herën e fundit që provova të ve ato vitamina të vura, domethënë ju provova të ve. Nuk më pëlqevi fare. Ndjeja ujin tim sigurisht është sheqer, edhe nuk desha ta pi dhe nuk e piva. E mora me vete një shishe plot në palestër, piva 2 herë dhe pastaj e ktheva në shtëpi sepse ndjeja shumë shihen e sheqerit. Jam transformuar te një njeri i ri. Më thuash vazhdoni dhe han Kinder si der. Po te uji sheqeri nuk e dua. Ty, jo, mos egzagjeroj. Sa po marrin? Edhe pako. Pepper mayo. Gjithë fustanet e mia të pushimeve do jenë sigurt Pepper mayo. E adhuroj këtë brandin. Do i hapem pastaj gjithsesi. Edhe e dini çfarë bash tani. Po ju thosh është parë për atë Dubai Chocolate. Në TikTok thonë që është just sold out. Dhe ora është 9 e gjys fix e mëngjesit. Edhe njerëzit, përveç se e kanë bërë sold out që e kanë bler, e kanë vënë në Vinted edhe e shesin me 40 euro. Bro, nuk janë mirë. Nuk e di çfarë ushqime shajnë apo çfarë tjetër mund të jap besti, po njerëzit nuk janë fare mirë. Ikëm në palestër. Syzet e po qorohem, plus po I kryoj rrudha vetes në këtë moment kot. Po I lash këto syz, tani po. Kozmos lej. Nuk e di ku supozohet të jetë, po të çokolladat mirë nuk është. Imagjinoni, nuk e gjeta. Prisja, që kur pash çfarë bëheshin në Vinted me ato shitjet e çokolladave, sikur e imagjinova që kështu do përfundoja edhe unë. Ishte java greke javën e kaluar, kështu që gjeta. Këto edhe I mora, sepse I bëjmë ndonjëherë kur kërkojmë të gatuar. Mora edhe çfarë quhen këto? Këto, e kuptoni. Ç'të bëj? Kështu e kisha të shkruar. Unë edhe shumica e të tjerëve. Ciao bello bello, I mirka ime. E se unë te dua sum. Hey Google, meti timer 10 minuti. Kam të paktën 2 javë që nuk po ha grur, më kishte marrë malli. Plus erdhi Beloja. Rregullojmë pak këtë situatën këtu. Do I drejtoj thjesht sepse nisa kam ditën që laj flokët, kështu që nuk dua të ri sot të bëj super hairstyle për të ndendur në shtëpi edhe nesër ti laj. Thjesht mos dukem kështu si të çmendur. Edhe sot jam çmendur me atë Vinted, sepse te Vinted në përgjithësi ta dini ka lloj njerëzish. Tani po ju flas se dukem kështu, o zot. Edhe kam vënë una një si tip xhupi prej lëkure që është me lesh brenda, e kam vënë 45 euro. Edhe më shkruaj një gocë. Pranon oferta, I thash po. Unë gjithmonë kur ve një produkt llogarisë mund të kenë edhe oferta edhe ti pranoje të bëjmë një ulje. Kjo është diçka shumë e shëndetshme dhe shumë okay. Por goca më tha me 20 euro ta marr. Edhe vetë plataforma e Vinted nuk të lejon të dërgosh ofertë 20 euro te një produkt 45 euro sepse po ja kërkon në më pak se gjysmën e çmimit që e ke vënë. Kështu që nuk arri të kuptoj çfarë ka në tru disa njerëz. Për çfarë arsye të ta jap me 20 euro për shembull një produkt? I thash më vjen keq jo. I thash mundem të ta lej deri kaq. E më tha, ok, 25. E I thash, si që të thash, më vjen shumë keq. E më tha, po unë e dua për gocën time, në shkollën e re, thash, kjo është super investim për gocën tete, se do e mbaj super ngrohtesh edhe shumë në modë, kështu që do mundet ta binoj me luks të ndryshme. Thash, por nuk të jap me 25 euro. Edhe ma heqën petullën, pastaj janë ata tipat e njerëzve në Vinted që të kërkojnë njemi për masa. Ti shkruan atje që kjo është small ose extra small. E fillan dua gjatësinë nga supi në sup, dua gjatësinë nga cepi barku deri te fundi I produktit. Dua këtë kështu. Ja dërgon. E pastaj zhduken. Nuk të thojnë as faleminderit, nuk jam interesuar. Është e vështirë të bësh biznes. Çfarë do bëjmë tani? Do I fus këto të dyja të live. E shikoni që ka ngelur këtu nuk e di çfarë. Kjo nuk duket shumë në kamera, po edhe kjo është e pisët. E mbusha kovën me ujë të përvulluar edhe me shampo. Kjo shampoja që kisha marrë të vlog më si në Tigota, që gjasme më profesionale e njerën e tjenë, no, nuk më pëlqen. Ndihem që më thonë shumë flogu. Edhe do I le tani këtu. Do I le për disa orë.
Mora një set me pantallona edhe me xhaketë jeanse. Shpresoj shumë që të më bëjnë. Kjo është xhaketa, shumë jeans i bukur është ky. Si material super. Pepper Mayo ka fustanet më të bukura lino like ever. Po doni një fustan të bukur lino, mos shifni fare Zarën, bëjeni delete. Shifni te Pepper Mayo. Edhe ky është një fustan lino me këtë pattern këtu fantastik, i gjatë deri në fund, është yll. Dhe fundit është një fustankë. Kjo është një fustankë super basic. Më duket e shumë i shkurtër, të them të drejtën. Nuk e di si do shkoj kjo si muhabet, por desha një fustan të bardhë kështu për përditshmëri. Po do më dal prapa byça, nuk do e vesh për përditshmëri. Duhet ta shohim pak të si situaci do shkoj. Let me show you something. Po, mungojnë vetëm biletat për Santorini. Se fustanin e kemi. Feeling like a princess. Ky tatuazhi është një nga pendimet e mia në jetë. Gjëra që ndodhen. Nuk mundemi të gjitha zgjidhjet që marrim në jetë të jenë të sakta. Më shoh në kamera të palyer dhe nuk më pëlqen shumë kështu. Për ta vesh të jem super e rregulluar me floçkat e mia kaçurelke dhe do dukem super. Dua të shoh pak sa e shkurtur do më ri kjo. Shikon, do duhet të kem super shumë kujdes ku do shkoj, si do hec, si do ulem, mos fryj erë, sigurt mos fryj erë, sepse kjo është cute e nice e të gjitha, por ndihem që jam në rrezik. Ah, nuk po më shoh dot në kamera. S'po më pëlqen fare vetja. Ma thoni pak edhe juve, ja vlen ta mbaj, më shkon është një fustan i bukur apo mos e rrezikoj fare ta vej në Vinted ta shes. Dua të vërtetë në komentet që mos mbaj dhe unë një gjëra kote të mbush atje garderobën time me gjëra që pasi nuk më shkojnë ose nuk do vesh. Mbërë pak punka në shtëpi, ato klasike, pak plura, një fshes, leckë nuk vura. Edhe pastaj ule po shikoja një podcast edhe më ftoft trupi tani, por erdhi buri duhet të gatuaj. Kem të bëj pak oriz me qoftë ka prej soje. Më tha Klajdi të marr McDonald's, i thash ik drejt, do të më fusësh te rruga e djallit, gjithmonë, endi aty të ngeli. Tha po sushi, sa kohë kemi pa ngren. I thash shumë, e do vazhdojmë. 2 ditë më duron kjo si vendim. E dini pse? Sepse nesër kam të editoj, edhe di që në dark nuk do kem nerva të rrit merrem të gatuaj, edhe di që nesër në dark do i them sot marrëm pizza ose McDonald's. E Google meti un po di muzika. Kam këtë pulën të hapur që të enten më duket në frigo. E supozoj që duhet ta hedh në plera. Shumë më pëlqejnë këto pjatkat që mora. Kjo si nice. Këtu kemi pjatën e Angelës dhe këtu kemi pjatin e Klajdit, që thuaj se e kam mbaruar. Sepse në këtë shtëpi jemi 2 tipa njerëzish. Jemi unë që ha avash me qetësi, me butësi, e përtyp mirë e mirë. Po pra duket. E pastaj kemi Klajdin që pjatën e mbaron në 2 milisekonda. Të njëjtën gjë me babin e vet Ben edhe Milo. Aljesh, nuk kam një furçë nga ato që gryen kështu mirë. Kam marrë tani këtë që është për pizza. Shoh çfarë mundem të bëj tani. Paktën ta kaloj kështu në mes, po kalovi. Nuk kalon. Ideja ime ishte super mega fail. Po ta forcosh pak si situatë. Tani kështu si është e lagur e pastër më duket, po ku e di una kur të thahet si do dali. E shpresoj deri në mëngjes të jenë tharë plastike, janë kështu që sa koti duhet të thahen. Edhe duhet shumë që të blej një mobilje për këtu poshtë lavamanit, sepse kemi marrë këtë gjasme për pak kohë, derisa të blinim mobiljen. Kanë kaluar 3 vjet që jemi në këtë shtëpi. Oh my god, edhe akoma asgjë. E sa po kalon koha, aq më shumë bezdimi jep në sy ta shoh këtë gjën këtu. Por sa shumë gjëra do kjo shtëpia, nuk di nga ta fillosh edhe ku do mbaroj. Gjeta sot në Marketplace një divan që hapet edhe bëhet krevat doppio nga IKEA, që po e shiste njëra me 150 euro. I thash çmimi mirë, është edhe pak mundem t'ja ull, ta mirënim, me qenë se s'po bëjmë mbarë që të blejmë një nga IKEA. Por nuk më përgjigje shkreta, kam që mëngjesi kam shkretur e nuk më është përgjigjur. Burr, se nuk kam bërë mbyllje në këta video si gjithmonë, po e bëm pak ti. Shihemi te video radhës.